Ja të përgatisim së bashku palanik apo flisni, thot zona e veriut, por nuk është emigranti, jo në saç, por në sobë. Del vërtet shumë e mirë. Shikoni video. Sot do përgatisim palanik. Për të gjithë ju që se dini, ne të Korçës palanik i themi flis, pra që i thot zona e Kukësit. Po unë do ta bëj palanikun e Korçës, por me recetën e Kukësit. Pas një zonë që e kish bërë dhe dukshë shumë e mirë receta, që kështu thash ta provoj edhe një herë ashtu. Do ta përgatisim në kushtet e emigracionit, pasi saç nuk kemi, do ta pekim në furrë. Të shohim si do dalë. Zonja kishte përgatitur 2 qull. Një qull e kishte përgatitur me vezë, qumësh dhe gjalp, dhe qullin tjetër e kishte përgatitur me miell, krip dhe ujë. Unë do t'i përgatis të 2 qullët dhe do t'ja vlej se si do ta pjek në furrë çdo herë sa herë t'jet qullin. Fillojmë recetën me kushtet e emigracionit. Le të shohim. Këtu i futemi punës për të përgatitur të 2 qullët. Qulli i parë ishte me ujë, miell dhe krip. Unë i masat të gjitha i kam parë me sy, nuk është se kam marrë ndonjë masë kështu të peshoj, gjithmonë kështu gatuaj, nuk kam kohë t'i futem masave. Dhe pasi tjetri është me vezë, me qumësht dhe me gjalp. Edhe këtu masat ishin me sy dhe më pas i lash 10 minuta të pushojnë. Ja ku jemi gati, i lash edhe 10 minuta të pushojnë. E si e kam bërë me vaj, kam lezër furën, do të me ta shkejnë i palanik kur të temi. Me radhë. Do ta bëjmë me këtë që është, me qullin që është me miell, për të krijuar pjesën e parë. Do ta hapim dhe sa të hapet. Njerëz besoj mjaftoj që kështu do pjesa e parë do jetë me trash. E diguri të ngjeshme lavush. Sa për një palanik. Thjesht ka parë mami. Por edhe atë zonë që më donte ditë. Dhe pas këtë kur ta hapish do ta futi të piqet. Këtu filloj me radhë. Një herë hedh qullin që e kam me miell, e pjek dhe më pas qullin që e kam përgatitur me vezë. Derisa ta shikoni vetë të skuqet pak, do të thënë sipërfaqja, atëherë cilësohet e pjekur. Dhe derisa të mbarosh qullin, vazhdohet në këtë mënyrë. Dhe ja kaq e thjesht ishte. Bëhet shumë mirë edhe kështu. Provojeni. Dhe e mbaruam. Shikoj si ka dalë, tani do e presim, po ka dalë shumë mirë, ja që mund ta bëni edhe në shtëpi. Palanikun apo flin.